Dhe në këtë rast Shtetet Bashkuara të Amerikës duke takuar kreun e gjykatës kushtetuese, pra kryetarin e gjykatës kushtetuese, dhe duke qenë vetë në këtë institucion, tregojnë në një farë mënyre se janë në blok me shqiptarët kundrejt këtij sistemi qeveritar që është ngritur nga kryeministri Edi Rama. Çka do të thotë që në kushtetutë parashikohet që sovraniteti në Republikën e Shqipërisë i takon vetëm popullit. Dhe në këtë rast duket që Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë marrë pra krahun e shqiptarëve dhe janë në blok me shqiptarët përballë kësaj klase politike. Se pikrisht sovraniteti i përket popullit dhe populli përmes zgjedhjeve e delegon sovranitetit të zgjedhurit e tij. Dhe duke vjuar qëndrimin tim është që Shtetet e Bashkuara të Amerikës tregojnë qartazi që ne nuk kemi lidhje me qeverisjen pavarësisht se ju votuat me 11 maj. Por ne kemi lidhje me ju sepse bashkarisht me ju do bashkëveprojmë të instalojmë demokracinë në vendin ton, pra në Shqipëri, dhe atë që ne themi gjithmonë, partneriteti të jetë brenda asaj që është ndëshmëria institucionale dhe besnikëria e përjetshme në kuptimin që ne kemi bërë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse pothuajse jemi i vetmi popull që jemi më amerikan se vetë amerikanët, dhe amerikanët çuditë thënë, unë jam amerikan, por nuk bëj kështu për Amerikën, ndërsa ju vdisni për Amerikën. Pra, unë po të isha kaq shumë filoamerikan në kuptimin e atyre që kanë një nostalgji për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse edhe e jetojnë atje, do çuditja edhe do të ndëshkohej qeverisjen time që Shtetet e Bashkuara të Amerikës pas shumë vitesh vendosin Shqipërinë në një karantinë vizash, në një kufizim. Pse? Se pikrisht rrezikshmëria e artikulimit që ka përdorur zoti Rama kundrejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës rrezikojnë marrëdhëniet institucionale që vetë Shtetet e Bashkuara të Amerikës kërkojnë që të rregullojnë dhe të mbajnë të qëndrueshëm marrëdhëniet me popullin shqiptar. Pra e kuptoni në cilin nivel të lartë institucional vepron ambasada amerikane në krahasim me politikbërën, pra me përfaqësuesin e popullit që është zoti Rama. Inshallah është e popullit për gjithsesi. Por në aspektin formal, procedurial e popullit, por në aspektin e informacioneve që vetë ka ambasada amerikane, se ambasada amerikane nuk është një SHPK që hapin këta për të vjedhur nga mis deri në darkë dhe për na treguar ne se sa bukur bën 3D ose 5D. Por ambasada amerikane ka një tjetër qasje me realitetin në Republikën e Shqipërisë, kanë informacione të ndryshme dhe përveç kësaj kanë edhe atë që themi mesazhin e qartë kundrejt asaj që ne themi arrogancës në aspektin politik. Prandaj që të përfundoj është kjo që mesazhi ishte tepër i qartë dhe më lejo të them edhe diçka tjetër që shumë qytetarë që na kanë ndjekur mendoj që ka menduar që thonë, mos fol shumë se ke fol, e ke bajat punën. Po unë tek ju kam thënë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë dërguar një zarf të zoti Rama dhe i kanë thënë frenat e shtyp ti, gazin e shtyp ti. Edhe në të dyja rastet, pasojat i kontrollon ti. Bëje tani se sa të zhvon. Dhe është e tmerrshme të imagjinosh që një person vazhdon ende të shtyp ashtu siç do dy këto gjëra që thash unë, po në fund fare rrezikon oborrin e tij të brendshëm politik dhe familjar, si në Partinë Socialiste ashtu dhe në rrethin që rrethon. Prandaj unë them që të gjitha këto duhet të maten edhe të analizohen ashtu siç duhet, pa asnjë lloj emocioni. Thjesht logjika, nuk ka mundësi Shtetet e Bashkuara të Amerikës të lëshojnë Shqipërinë, sepse lëshimi i Shqipërisë bën që të vjen Kina këtu. Lëshimi i Shqipërisë vjen këtu Shtetet Arabe. Lëshimi i Shqipërisë bën që Rusia përmes Serbisë të ketë shpresa dhe ëndra për të marrë Kosovën dhe
pas shumë shekuj edhe Shqipërinë. Pra, të gjitha këto janë gjëra të cilët Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk mundet të lejojnë veten që të dëmtojnë atë që kanë investuar, se asnjë amerikan i logjikshëm nuk hedh në plera atë çfarë ka investuar. Pra, atë që do të bëjë amerikani është që do të mendohet se si investimin ta marrë si kapital përfitimi marrëdhëniesh midis dy popujve, po jo midis dy qeverive, sepse pas 2025-s marrëdhënia e qeverisë e përfaqësuar nga Partia Socialiste me në krye zotin Rama dhe drejtimin e Shtetet Bashkuara të Amerikës në drejtimin e zotit Trump ka përfunduar. Ata të cilët bëjnë akoma analistat apo lavazh apo lajmin e fundit sikur Rama është e njeriu që don Trumpi, mendoj se i shërben asaj që themi gjithmonë ignorancës në aspektin e të mos diturit. Në rast se nuk din, shko të paktën edhe mëso që të mësosh të paktën diçka që të shërbej për të informuar dijen tënde. Çfarë po pret Edi Rama për të marrë këshillën që i kanë dhënë amerikanët, apo qoftë edhe ultimatum si mund të jetë në rastin që e përshkruat sa i përket zarfit zi që i kanë bërritur në zyrë? Ajo që pret zotin Rama është vendimi. Vendimi i zarfit është që po do të jemi partner, sigurisht do të bindesh për disa gjëra. Në rast se ti vendos që mos të bindesh, sigurisht që avioni i parë është ai që mund të shërbejë si shpëtim për të vendosur veten tënde si një ndër personat të cilët në një moment të caktuar do kërkosh shpëtimin nga aleatët të tu jo perëndimor, po të lindjes së mesme. Dhe duke qenë në këtë situatë, unë mendoj se zoti Rama duhet të kuptojë qartazi a është gati të nënshtrohet një debatit politik dhe institucional ku brenda vetes do të ketë gjithmonë negocimin edhe patjetër pse jo edhe rotacionin e pushtetit në mënyrë të kontrolluar, për shkak se situata nuk është mirë as gjeopolitike, por as politike së brendshme në Shqipëri. Sepse zoti Rama në këto momente ka kuptuar qartë që mënyra se si ka përdorur spakun duke përdorur politikisht kundër kundërshtarëve të tij politik, sigurisht që ajo që unë kuptoj nga e gjithë kjo që ka ndodhur në Shqipëri është që vetë zoti Rama përpiqej të menaxhoj situatën për shkak të kohës, por ajo që vetë zoti Rama nuk kupton që koha nuk është aleat i vet, sepse brenda muajit janar kemi rezultatin e papritur që Shqipëria nuk do të ketë më ashtu siç ka qenë përpara regjimi i vizave, por ajo që unë e shikoj përsëri që zoti Rama përsëri i bën vetes së tij jo atë që ne themi yzmet ose t'i bëjmë mirë shërbim vetes së tij që të ketë edhe mundësi të artikulojë diçka që është pozitive në veten e tij. Pra, rasti i heshtjes së zotit Rama në rastin të Venezuelës të Maduros ishte një heshtje e cila nuk pati asnjëherë përgjigje. Dhe kjo tregon qartazi që zoti Rama ka frikën e arratitësisë së tij. Pra, në fakt, po, të ndalemi te kjo pjesë, si është e mundur që kryeministri Edi Rama nuk reagoi në rastin e kapjes së Nicolas Maduros në Venezuelë dhe pati një lloj heshtje e cila po vihej në dyshim sa i përket qëndrimit që do të mbante kryeministri Edi Rama dhe më pas nxori ministren e punëve të jashtme Elisa Spiropalin në një deklaratë që nuk është se mban shumë pesh, por që në aspektin politik është korrekte. Në këtë rast po. Në këtë rast pse heshti Edi Rama? Ka frikë? Nuk donte të përzihej në një çështje midis Venezuelës dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës? Apo po pret që edhe ai të ketë fatin e Maduros? Shiko, e vërteta është që zoti Rama për mendimin tim ka bërë shumë gabime në politikën e jashtme. Heshtja e tij nuk kupton fajsi që mjaf gabova dhe për shkak të gabimit dua të reflektoj.
reflektimi nuk është diçka që nuk kupton korrigjimin e gabimit, pra reflektoj dhe studioj. Sepse i ka dhe i ca lidhje nga Amerika Latine në rastin e kartelit Sinaloa. Po dhe mos harro faktin që Shtetet e Bashkuara të Amerikës, person që ka takuar Edi Rama, është padë non grata dhe nuk e lejon të futet. Pra, kjo është tregues qartë që diçka nuk po shkon mirë, prandaj nuk po reagoj, sepse në rast se do të kishte diçka, çdo gjë do të ishte mirë, e dini ju, Rama për 5 minuta ikën në Amerikë dhe na bë foto atje dhe na thotë ju që flisni nëpër portale, mos flisni kot sepse situata është që unë mund të shkoj në Amerikë dhe ku më do mua qefi. Por ajo që unë shikoj është që zoti Rama nuk është se është kaq shumë, do të thoya me vullnet ose me vetëdijshmërinë e tij që të thotë që shiko unë nuk kam asnjë konflikt dhe sigurisht nuk duhet të krijoj konflikt. Dhe mënyra se si ai nuk reagoi dhe nuk veproi, nuk e shikoj në aspektin e festave të fundvitit. Ishte thjesht mënyra se si ai e përfitoi këtë ngjarje për shkak se ishin festat e fundvitit dhe në fund fare ai vazhdoi përsëri mesazhet e tij edhe kundrejt Shtetit Bashkuar të Amerikës, por edhe rastin në Tropoj që tha ne na pret edhe Kina. Pra, të gjitha këto nuk mund t'i lejmë të shkëputura me njëra tjetrën, duhet t'i lidhim në mënyrë të atij që të na japi një konkluzion të caktuar që kush është konkluzioni. Konkluzjoni është që zoti Rama aty ku duhet të kishte mbajtur një qëndrim si lider në aspektin politik për shkak se është kreu i ekzekutivit, zoti Rama zgjolli të heshtë. Ndonjëherë heshtja e vazhdueshme pa reagim dhe në mënyrë të zgjatur, se mund të heshtës një vit, pra të kesh një heshtje një vjeçare, po nuk mund të kesh ti heshtje gati 2 vjet apo 13 vjet apo 20 vjet. Sepse në këtë rast mund të kishte heshtur edhe kryeministri i Kosovës Albin Kurti, i cili nuk është se ka dhe aq mirë punët me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por pati një reagim sapo ndodhi ngjarja. Ai pati një reagim dhe mos harro faktin se edhe në Kosovë vizat u hoqën, po edhe në Shqipëri. Por se konsideroj fare linja Trump që deklaratë të bëj Kurti. Edhe pati të dish që të mirë në vizat që i respektojnë vizat janë kosovarë sa në shqiptarët, në kupti që shqiptarë jemi, po në aspektin e asaj që ne themi për shkak se janë 2 republika, Republika e Kosovës dhe Republika e Shqipërisë. Pra, në këtë aspekt unë mendoj që edhe fresk t'i bësh linjës Trump, sigurisht e ka qëndrimin edhe e ka pozicionin. Do të thotë që unë e kam gati planin, ju nuk po e zbatoni dhe nuk po e shikoj dhe nuk po e kuptoj. Prandaj secili prej jush më mirë të marrë në avion dhe të lëvizi. Përndryshe do t'i nështrohet rregullave dhe rregullat janë shumë të qarta. Kompromis, pakt, marrëveshje dhe në fund fare atë që don më i madhi dhe më i forti. Kush është më i forti? Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kush është më i forti, Gylseni apo ti Bardhi? Lutem. Para pak ditësh kryeministri Edi Rama ishte në Paris ku u takua dhe me dhëndrin e presidentit amerikan Donald Trump, Jared Kushner. Apo mundohet Edi Rama që të gjej një pikë shpëtimi tek Jared Kushner, se mos ndoshta i thot diçka në vesh Donald Trumpit, me që e ka edhe vjerë. Shiko, do të them diçka. Kur desha të ikja jashtë shtetit dhe të shkoja në Itali, i thash, a ka mundësi të takoj papën? Më tha, po, mund të bëjmë një takim. Shumë bukur, thashun, po si është takimi? Shiko, thot, kur shkon në Itali, atje te Vatikani, papa del tek ajo sheshi aty, del vazhdimisht, bën ka si një ritual dhe del aty dhe duket sikur ti e ke taku personalisht papën. Më kupton? Dhe ti e ke parë shumë mirë që shumë zyrtar shqiptar shkojnë edhe bëjnë sikur kanë takuar papën poshtë. Poshtë, jo te zyra, se te zyra ka protokoll tjetër, ndërsa poshtë dhe ke pa vazhdimisht. Dhe këto foto që bën Rama më kujtojnë këto rastet. Për shembull, shkojnë këta edhe takojnë papën në Vatikan, ku ndërkohë ai ka ritualin e vet dhe i takon të gjithë kush i del përpara dhe bën një foto.